Me debatet e tensione u shoqërua seanca e kësaj të enteje e mega procesit gjyqësor plumbi i artë mes përfaqësuesve të akuzës dhe mbrojtësve ligjor. Disa prej të pandehurve që ishin të pranishëm në seancë hodhën akuza në drejtim të prokurorisë në lidhje me mbajtjen e tyre në paraburgim prej kaq kohësh. Po na varrosni për së gjalli dhe po na mbani në burg ju, jo Nuredin Dumani. Ishin deklaratat që u bën nga të pandehurit Petrit Qoli dhe Aslan Plaku këtë të enjte. Debatet u regjistruan në momentin procedural që s'pak paraqiti provat shkresore, ndërkohë në seancën e radhës do vihen në dispozicion bisedat në Sky Encrochat përmes një CD që do të paraqitet në monitorin e sallës. Për të pandehurit Aslan Plaku, prokurori Behar Dibra ju përgjigj pretendimit që ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore që këtë shqetësim të adresoj përmes avokates. Mbrojtësit ligjor të Altin Docit, i cili ndodhet në kërkim prej një muaji, debatuan ashpër me prokurorët pasi ata kërkuan të rrëzohej kërkesa e tyre për të vënë në dispozicion CD-ja me të gjitha komunikimet në Sky Encrochat të marra me letër porosi. Avokatët pretenduan se prokuroria e posaçme kishte fshehur provat. Gjykata e posaçme caktoi seancën e radhës më 3 mars, ku do të vijojë debati mbi provat shkresore.